Babe, si të quaj? Adil Haxhia nga fshati Zogaj. Komunoni jetë tonë në Minjerë. Sa vjeç je? Jam 70 vjeç. Edhe 100. Faleminderit bashkë me ju. Tash po flasim për rrugën. Kjo është rrugë e ndërtuar qysh në vitin 39. Është ndërtuar me rob lufte. Është rrugë që është me taban që është shumë e lehtë që e merr për me ato me shtruë madon menja që nuk ka ato vështirësi që do të mi pas rruga. Sa e gjatë është rruga? Rruga 19 km. 19 kilometra. Po. Pra nga fshati i fundit apo nga fshati i fundit? Fshati i Po, fundit. nga fshati i fundit 19 km. Unë thash 5 fshatra i prek direkt. E vërtet është? Më shumë. Që sa kap direkt dhe pastaj sa impakton pjesën tjetër? Po tash ti direkt 6-7 fshatra i kapi, kjo atë jesin domon i pjesë aty pa u kap kjo. Edhe kjo tash, kjo rrugë, ne për qëtë rrugë, mu i kushrinjë jemi, më ka vdek në rrugë apër shpisë që ti burri. Për rrugën që e kem skandal. Pra vdiq rrugës për në spitale? Ka dek në rrugë e pequr në spital. Po pra rrugës Po për është spital? po rrugës për spital. E sa rriti dot? Sa rriti dot për rrugës mirë që e kem. Prandaj, ne jem bashku për që rrugë më diskutue, me na bush, qarën për ta, jem njërës ma që diskutuem për që rrugë, jem mas parje ma, na s'kem lypë gjatë tjetëve që rrugë.